Le të imagjinojmë pak një skenar të tillë. Një punëtor i thjesht ferme, me ato duart e ashpërsuara nga puna dhe rroba të pluhurosura, i cili, kalon pa pyetur fare rojet e sigurisë dhe futet me forcë në sallën e bordit të drejtorëve të një korporate gjigante. Wow, një sken mjaft dramatike. Po, fiks. Dhe imagjinoni sikur futet atje në Wall Street dhe fillon t'u tregojë atyre miliarderëve që po shohin grafikët e fitimeve në ekran, se si funksionon realisht bota dhe se si po kalbet sistemi i tyre nga brenda. Duket fiks si një sken nga ndonjë film modern për krizën financiare, apo jo? Pikërisht. Por, e vërteta është se ky skenar nuk është një skenar filmi. Ka ndodhur fiks 28 shekuj më parë. Është e pabesueshme kur e mendon. Dhe protagonisti nuk ishte ndonjë aktivist modern apo avokati të drejtave të njerëzit. Ai ishte thjesht një kultivues fiq, një fshatar i thjesht, i cili shkroi atë që sot mund të konsiderohet pa frikë fare si kritika më e ashpër dhe më detajuar ndaj asaj që sot e quajmë greenwashing ose larje imazhi, ndaj korrupsionit korporatave dhe pabarazisë ekstreme të pasurisë. Eksakt. Një tekst i jashtëzakonisht vizionar. Kështu që mirë se vini në këtë analizë të thelluar. Misioni ynë këtu, si gjithmonë, është të marrim një sër burimesh, në këtë rast tekste të lashta dhe shënime studimore, dhe të nxjerrim prej tyre thelbin e njohurive. Sot do të hulumtojmë librin e Amosit nga Dhjata e Vjetër. Dhe është një udhëtim vërtet sfidues. Ne nuk jemi këtu për një leksion historie, dhe aq më pak për të mbajtur ndonjë predikim fetar. Jemi këtu sepse, ky tekst antik shërben si një pasqyrë jashtëzakonshme për problemet më kokëforta ekonomike dhe etike të shoqërisë sonë moderne. Dhe realisht për ta nisur këtë udhëtim në këto burime, duhet kuptojmë pak natyrën unike të këtij teksti, sepse zakonisht kur njerëzit mendojnë për tekste fetare të botës së lashtë, presin të gjejnë manuale të detajuara mbi rregullat e adhurimit. Po, sakt, rregulla për flijimet, se si duhet të vishen priftërinjt, gjëra të tilla. Fiks, presin të lexojnë për llojet e sakrificave, apo si duhet të ndërtohen tempujt. Njerëzit në atë kohë dhe shpesh edhe sot prisnin një ndarje shumë të qartë mes asaj që konsiderohet e shenjtë dhe asaj që është shekullare apo e përditshme. Një lloj ndarje me thik. Eksaktësisht. Por Amosi i hedh të gjitha këto pritshmëri në erë. Është vërtet radikal. Ai ndërton një argument që ishte shokues për kohën e tij. Ai thot në thelb se çdo lloj adhurimi, sado i kushtueshëm, sado madhështor apo i mirë organizuar të jetë, është tërësisht i pavlerë. Madje burimet thonë se është i neveritshëm për Perëndin. Po, i neveritshëm. Dhe kjo ndodh nëse shoqëria jashtë atyre mureve të tempullit është ngritur mbi padrejtësinë sociale. Për Amosin nuk ka absolutisht asnjë ndarje mes etikës në tregun e punës dhe vlerave shpirtërore. Janë e njëjta gjë. Është një tezë shumë e fortë. Dhe realisht sot ne jemi mësuar të kompartimentalizojmë gjërat. Kemi jetën tonë private, kemi besimet tona të brendshme dhe pastaj kemi ato rregullat e biznesit, të cilat shpesh operojnë me një moral krejt tjetër, apo jo? Fiks. Është ajo shpreha nuk ka asgjë personale, është thjesht biznes. Por për të kuptuar pse kritika e këtij libri është kaq e mprehur, e ndjej se duhet të kuptojmë pak se nga vinte ky njeri. Patjetër, konteksti është gjithçka. Sepse nuk mund të ndash mesazhin nga lajmërtari, perspektiva e tij formon të gjithë argumentin. Kështu që kush ishte Amosin të vërtet? Unë isha e përgatitur të lexoja për ndonjë dietar të madh, por sipas shënimeve tona historike, ai ishte milja larg elitave të asaj kohe. Shumë larg. Amosi ishte në fakt një bari dhe një kultivues fiku nga një qytet i vogël i quajtur Tekoa. Tekoa, nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë. Është një fshat i parëndësishëm në jug. Ai nuk i përkiste asnjë kaste priftërinjsh profesionist dhe nuk ishte një nga ata që njiheshin si profet të oborrit mbretëror. Ata që paguheshin për t'i thënë mbretit vetëm gjëra të mira. Fiks. Ata paguheshin për të justifikuar politikat e elitës. Por Amosi ishte një punëtor krahu. Punonte me baktit në kushte të vështira dhe shponte fiqt e egër. Ky është një detaj interesant. Ai duhej të shponte fiqt një nga një që ata të piqeshin dhe të bëheshin të ngrënshëm. Një punë tepër fizike, lodhshme. Një punë raskapice, me pagë minimale të kohës. Dhe koha kur ai vepron, jemi rreth shekullit të 8 para Krishtit, në mbretërimin e Gjeroboamit të dytë. Është absolutisht thelbësore për të kuptuar librin.
Pse, çfarë po ndodhte në atë periudhë? Izraeli i Veriut po kalonte një bum ekonomik të jashtëzakonshëm, diçka e paprecedente. Rrugët e tregtisë ndërkombëtare ishin hapur, kishte një paqe relative ushtarake, pra nuk kishin luftra që t'u zbraznin arkat, dhe një klasë e re e ultrat pasurve po krijohej me shpejtësi. Wow! Një lloj revolucioni ekonomik. Po ndërtonin atë që teksti i quan shtëpi dimri dhe shtëpi vere, të zbukuruara me fildish. Fildish, kjo është shenjë një luksi ekstrem për botën e lashtë. Ekstrem fare. Pra, në letër, në statistika, kombi po lulëzonte, prodhimi i brendshëm ishte në maj, por poshtë atij shkëlqimi ekonomik kishte një kalbëzim të thellë strukturor. Në rregull, le ta zbërthejmë pak këtë, sepse këtu fillon të bëhet shumë interesante. Ky detaj i prosperitetit ekonomik është çelësi. Amosi, do me thënë është si një fermer i pavarur sot, ose ndoshta një punëtor i linjës së montimit në një fabrikë gjigante, i cili e sheh botën nga poshtë lart. Pikërisht nga terreni. Po pra, dhe kur elitat e kohës së tij apo elitat e korporatave sot mblidheshin për të festuar rritjen e prodhimit të brendshëm bruto apo për treguar se si aksionet në bursë po kapnin nivele rekord, Amosi nuk mashtrohet nga ato statistika. Asnjë pak. Ai e di shumë mirë se çfarë po ndodh realisht poshtë. Ai e di se ai bum ekonomik nuk po krijohej nga ndonjë inovacion brillant apo teknologji e re, po krijohej thjesht nga shtrydhja e shtresës së mesme dhe të varfërve. Ai, duke qenë vetë punëtor, sheh mekanizmat e vërtet të pasurimit. Dhe e di çfarë është më gjepse këtu. Çfarë? Fakti që ai vjen nga kjo klasë ulët, pra vjen nga jashtë sistemit mbyllur të elitës së pushtetit, kjo e bën atë krejtësisht imun ndaj atij autosuggestionimit që ndodh shpesh në majat e shoqërisë. Çfarë nënkupton me autosuggestionim? Shiko, kur je brenda një sistemi që të favorizon financiarisht, ti fillon të besosh narrativën tënde. Fillon t'i thuash vetes, ne jemi të pasur sepse jemi të zgjuar, ose ne jemi të bekuar nga Zoti sepse jemi të mirë dhe respektojmë ritualet. E qartë. Dhomat e Ehonës ku dëgjojnë vetëm njëri tjetrin. Fiks, një dhomë jehone e pastër, por Amosi, duke qenë i jashtëm, arrin të skanoj shoqërinë me një kthjellësi tjetër. Ai identifikon qartë atë hendekun e madh mes pasurisë në statistika dhe mjerimin real njerëzor. Ai nuk kishte asnjë karrierë politike për të mbrojtur, nuk kishte asnjë reputacion për të ruajtur para mbretit. Kjo e bën atë të pafrikshëm. Pikërisht, i jep lirinë absolute për të thënë me zë të lartë atë që të gjithë të varfrit e dinin, por thjesht nuk kishin fuqi institucionale të artikulonin. Kjo më çon ti pyetje shumë praktike, sepse dua të zbresim pak në detaje. Si po ndodhte saktësisht ky shfrytëzim? Ne themi padrejtësi sociale, por në burimet që po lexojmë theksohet se Amosi përdor terma tepër specifik, ai nuk flet me filozofi abstrakte. Jo, ai është ekstremisht specifik dhe praktik. Pra si po e shtypnin elitat një anë të thjesht çdo ditë? Mekanizmat që Amosi denoncon janë frikshmërisht të ngjashëm me praktikat zhvatëse moderne. Nuk ka ndryshuar shumë gjë. Ai përmend për shembull gjyqtarët e korruptuar te porta e qytetit. Porta e qytetit ishte gjykata asaj kohe, aty merreshin vendimet. Pra drejtësia po blihej. Plotësisht. Nëse një njeri i varfër kishte një mosmarrveshje toke me një njeri të pasur, i pasuri thjesht jepte një ryshfet të gjyqtari dhe fitonte gjyqin brenda ditës. Kështu të varfrit humbrin tokat e tyre stërgjyqësore dhe detyroheshin të bëheshin argate në pronat që dikur ishin të tyre. E tmerrshme. Do me thënë ligji punonte vetëm për ata me para? Fiks. Më pas ai flet për tregtarët. Tregtarët që manipulonin peshoret në treg. Burimet tregojnë se ata zvoglonin masën e drithit dhe në të njëjtën kohë rrisnin çmimin. Ishte inflacioni manipuluar qëllimisht. Do me thënë të vidhnin hapur fare. Po. Dhe më e rënda, në tekst flitet me një zemërim të madh se si elitat, dhe këtu po e citoj burimin, e shesin të varfrin për një palë sandale. Prit pak, për një palë sandale? Çfarë do të thotë kjo? Kjo nënkupton se njerëzit po futeshin në sklavëri borgji, por shuma krejtësisht qesharake. Është ekuivalenti i sotëm i atyre kredive të shpejta grabitqare, njerëzit merrnin një sasi të vogël parash për të mbijetuar, nuk paguanin dot interesat abuzive dhe përfundonin skllëvër të kreditorëve të tyre për gjëra me vlerën e një palë sandaleve. Wow!
Pra ne po flasim vërtet për monopolizim total të tregut, për manipulim të mjeteve të këmbimit dhe, siç tha, kredi grabitqare. Por dëgjo, këtu hym në atë që unë e shoh si paradoksin më të madh të gjithë kësaj historie. Cilin paradoks? Këto elita që po manipulonin peshoret, që po shisnin njerëzit për borxhe qesharake sa një palë sandale, nga ana tjetër ishin njerëz jashtëzakonisht fetar. O, po. Shumë fetar. Burimet tona tregojnë qartë se ata organizonin festa masive, bënin flijime të kushtueshme, prit pak, pse po e bënin këtë? A nuk e kuptonin ata vetë hipokrizinë e tyre? Kjo është dilema e madhe. Do me thonë, si mund të mendosh se Zoti do të pranoj flijimin tënd, kur e di shumë mirë që parat për atë flijim i ke nxjerr duke mashtruar një familje të varfër dhe duke i marrë tokën? Kam vërtet nevojë të ma sqarosh pak të psikologji. Si funksiononte? Është një pyetje e shkëlqyer, sepse ndriçon thelbin e problemit. Duhet futemi pak në mentalitetin e botës së lashtë të lindjes së mesme. Atëherë feja ishte thellësisht transaksionale. Transaksionale, si një biznes. Eksaktësisht si një biznes. Njerëzit besonin vërtet se hyjnit kishin nevojë fizike për ushqim dhe nderim. Pra, ideja ishte, nëse ti i sjellje Zotit një viç të majmur, pra sakrificën më të shtrenjtë të mundshme, Zoti në këmbim të detyroi ty. Ai duhet t'jepte mbrojtje dhe prosperitet. Do me thënë, po e blinin mbrojtjen hynore? Po. Dhe elitat e Izraelit, duke parë se ekonomia e tyre po lulëzonte, e lexonin këtë rritje ekonomike si një lloj vule miratimi hynore. Ata mendonin, shiko, ne jemi të pasur, pra kjo do të thotë që Zoti na do dhe e bekon punën tonë. Kështu që le t'i bëjmë Zotit një fest edhe më të madhe me këto para. Çfarë mashtrimi vetvetes? Total. Ata kishin shkëputur tërësisht moralin nga rituali. Për ta, feja ishte një kontratë mekanike, një pagesë që i bëhet qiellit, jo një thirrje për transformim etik apo për t'u sjellë mirë me tjetrin. Këto festa fetare për të pastruar imazhin e tyre dhe për të mbuluar shfrytëzimin masiv, unë shoh fiks të njëjtin model të PR-it të korporatave. Është absolutisht i njëjti model. Është ajo marrëdhënia me publikun që kemi rëndom në kohët e sotme, është tamam ajo që quajmë greenwashing ose larje i imazhit përmes bamirësisë sipërfaqësore. Po mund të na japësh një shembull nga sot si e sheh ti? Patjetër, do me thënë le të marrim një korporat moderne të modës së shpejtë, fast fashion. Ata mund të kenë praktika të tmerrshme pune në fabrikat e tyre në botën e zhvillim, apo jo? Sigurisht ndodhe rëndom. Duke i paguar njerëzit atje me qindarka, duke i lënë të punojnë në ambiente pa aerosje dhe duke ndotur lumenjt me mbetje kimike, por çfarë bëjnë ata pastaj në perëndim? Ata krijojnë një fushat masive publicitare, dhurojnë një shumë të madhe, le të themi, për një organizat për mbrojtjen e mjedisit, ose sponsorizojnë një maraton për një kauzë të mirë. Fiks organizojnë maratona ndërgjegjësimi, vishen me ngjyrat e kauzave sociale të momentit, në thelb ata po e blejnë pëlqimin e publikut sot me të njëjtën monedhë që elitat e Amosit tentonin të blinin pëlqimin e Zotit dikur. Analizë shkëlqyer. Është një fasadë që shkëlqen, ndërkohë që bërthama thelbi modelit të tyre të biznesit mbetet thellësisht shfrytzues. Dhe pikërisht këtu, në këtë lloj fasade, vjen goditja më e rëndë nga teksti i Amosit. Këtu gjejmë ndoshta fjalët më të ashpra në të gjithë letërsinë profetike. Perëndia flet drejt për mes tij dhe është shumë i zemëruar. Çfarë thot konkretisht burimi? Ai u thot: I urrej i përbuz festat tuaja fetare. Nuk gjej asnjë kënaqësi në adhurimin tuaj. Largoni nga unë zhurmën e këngëve tuaja. Wow, i urrej? Është një fjalë shumë e rëndë. Shumë e rëndë. Dhe kjo tregon thelbin e mesazhit. Tregon se asnjë fasad, sado e kuruar me buxhetet më dha PR-i, nuk mund të kompensojë atë kalbëzimin etik në bërtham të institucioni. Mesazhi është i prerë dhe pa ekuivoke. Pra, asnjë donacion nuk fshin shfrytëzimin. Zoti refuzon të pranojë që feja apo në ditët tona filantropia e korporatave të përdoret si një mburoj për të fshekur padrejtësinë sistemike. Ai kërkon një ndryshim themelor në mënyrën se si trajtohet qenia njerëzore në jetën e përditshme. Ai donacion nuk vlen asgjë nëse thelbi yt është shfrytëzimi.
E qartë, megjithatë, kjo hipokrizi nuk kalon pa pasoja, apo jo? Nuk është se ky libër ofron thjesht një kritik filozofike dhe e lë me kaq. Ju jeni të këqij dhe unë nuk I dua festat tuaja. Ai bën një paralajmërim shumë të zymt. Shumë të zymt, paralajmëron një kolaps. Sepse teksti flet për një kosto reale që vjen si pasojë e këtij korrupsioni të zgjatur. Burimet tona flasin thellësisht për këtë konceptin që quhet dita e Zotit. Dhe ky duket jetë një moment shoku total për njerëzit e asaj kohe. Çfarë prisnin ata realisht nga kjo ditë dhe çfarë u thot Amosi në fakt? Shiko, ky është një nga përmbysjet më të mëdha ironike në histori. Elitat e Izraelit, ashtu si elitat e çdo perandorie në kulmin e fuqisë së saj, besonin se historia ishte në anën e tyre. Ata mendonin se ishin të paprekshëm. Klasike. Gjithmonë kështu mendojnë perandorit. Dhe dita e Zotit, në mendjen e tyre teologjike, ishte një koncept që nënkuptonte ditën kur Zoti do të shkatronte armiqtë e tyre politik, ata jashtë kufive, dhe do t'i ngrinte vetë ata në një fitore përfundimtare botërore. Ata prisnin, le të themi, një parad ushtarake të mbushur me dritë dhe bekime. Prisnin të kurorzoheshin fitimtar. Dhe Amosi u aprish këtë fantazi. Amosi trondit të rënd. Ai del para tyre dhe I thot pak a shumë kështu: "Mjerë ju që dëshironi ditën e Zotit." Po pse dëshironi atë? Ajo ditë do të jetë errësirë dhe jo dritë. Amosi po u thot hapur se gjykimi nuk do të bjerë mbi armiqtë e tyre të jashtëm. Por do bjerë mbi ta? Fiks, do të bjerë mbi vetë ata, për shkak të kalbëzimit të tyre të brendshëm. Dhe nëse përkthejmë këtë historikisht, si manifestohet kjo errësirë? Sepse, të mendojmë pak me logjik, kur një shoqëri ndërtohet tërësisht mbi shfrytëzimin e padrejtësh të stresave të ulta, kur drejtësia mund të blihet te porta e qytetit ashtu siç the, vetë kohezion social shkatrohet, domethënë. Po, shpërbëhet lidhja mes njerëzve. Një shtet I tillë mbetet vetëm një guaske zbrazët që mund të rrëzohet nga era më e lehtë. Ai nuk ka më forcë të brendshme për t'i bërë ballë asnjë stuhie. Saktësisht. Mekanika e atij kolapsi që Amosi profetizon është në fakt tejet racionale, nuk është thjesht magji. Kur shumica e popullsisë tënde është e gjytur në bordhje, është e zhveshur nga tokat e saj dhe jeton në mjerim total, ata nuk kanë më asnjë interes për të mbrojtur atë sistem. Pse ta mbrojnë një sistem që I shtyp? Realisht nuk kanë çfarë të humbasin më. Dhe ja çfarë ndodh historikisht, kur perandoria asiriane vjen disa dekada më vonë për të pushtuar rajonin, Izraeli veriut bie si një kull letrash. Nuk bëjnë dot rezistencë, sepse shoqëria ishte e përçarë thellësisht nga pabarazia. Domethënë u kalbën nga brenda para se të goditeshin nga jashtë. Paralajmërimi I Amosit është se pasuria e paligjshme dhe korrupsioni herët avon tërheq gjykimin. Jo domosdoshmërisht përmes rrufeve që bien nga qielli, por shpesh përmes vetë rënimit strukturor që ajo pasuri e padrejtë sjell në thelbin e shtetit. Ti po I heq tullat themelit të tant për të ndërtuar qatin. Është një analizë briliante gjeopolitike nga një fshatar, por prit pak. Pikërisht këtu më duhet të bëj një ndalesë dhe të luaj pak rolin e avokates së djallit. Të dëgjoj, çfarë të shqetëson? Kur lexoj këto vargje në burime që donojnë ata që flenë në shtretër fildishi, ata që kanë vila luksoze dimrje vere dhe ata që organizojnë bankete, krijohet një përshtypje e caktuar. Cila përshtypje? Apo thot ky libër se të qenit I pasur apo të kesh sukses të madh në biznes është thelbësisht diçka e keqe ose mëkat në sytë e Zotit. Do me thënë, a e dënon Amosi si përmadhjen dhe pasurinë në vetvete? A është ky, si të thuash, një manifestim I hershëm kundër idesë së kapitalizmit dhe prosperitetit personal? Është një ngatresa që bëhet shpesh, por nëse lidhim këtë me pamjen e gjerë të gjithë tekstit dhe mesazheve biblike, përgjigja është një jo e prerë. Zoti në ato tekste nuk kundërshton pasurinë apo prosperitetin. Pra nuk është një thirrje për varfëri globale. As pak. Ajo që denoncohet këtu nuk është pasuria, por rreziku I jashtëzakonshëm I pasurisë që ndërtohet mbi padrejtësi. Ekziston një ndryshim fundamental, domethënë si dita me natën, mes proceseve se si krijohet ajo pasuri. Mund ta sqarosh pak këtë dallim? Sigurisht. Nga njëra anë, ke pasurinë e krijuar nga inovacioni, nga zgjidhja problemeve të tregut, puna e ndershme dhe ofrimi I një shërbimi që në fund të ditës e ngre të gjithë komunitetin dhe krijon vende pune. Dhe nga ana tjetër? Dhe nga ana tjetër, ke thjesht nxjerrjen e pasurisë,
e cila bëhet përmes manipulimit tregut, peshoreve false, rishfetit në gjyqtarëve, evazionit dhe thelbësisht shfrytëzimit të krahut të punës. Zoti Amosut nuk kërkon varfëri, kërkon integritet në bërjen e pasurisë. Fokusi i kritikës së tij është tërësisht tek akti i korrupsionit dhe mungesa e moralit në biznes, jo te shifrat që ke në llogarinë bankare. E qartë tani, pra problemi nuk është te çfarë posedon, por te si e ke marr atë çfarë posedon. Është një dallim thelbësor mes suksesit përmes vlerës dhe suksesit përmes abuzimit. Pikërisht, ky është boshti i etikës së tij. Mirë po, le të ndrojmë plak marsh tani, sepse po të thellohemi vetëm te këto paralajmërime për kolaps dhe dënime, duket sikur po lexojmë një libër fati të keq pas një fije shprese. Po mund të tingëlloj shumë rënd. Megjithatë, burimet tona tregojnë se ky mesazh nuk është thjesht fatalist. Ka një rrugdalje, ka një zgjidhje. Amosi kërkon një ndryshim strukturor dhe e kulmon këtë me atë vargun e famshëm që është përdorur me sa mbaj mend edhe nga Martin Luther King Jr. gjatë lëvizjes për të drejtat civile në Amerikë. Po, është një nga vargjet më të fuqishme. Le të rrjedh drejtësia si ujë dhe drejtësia si një lum i pandalshëm, një varg drithërues. Dhe ky është padyshim thelbi dhe rrahja e zemrës së gjithë librit të Amosit. Pas gjithë atij dekonstruksionit të hipokrizisë, pas gjithë paralajmërimeve për errësirën që vjen nga korrupsioni, ai ofron vizionin e tij se si duhet të duket në të vërtetë shoqëria nën sytë e Perëndisë. Thirrja nuk është thjesht për t'u ndier keq për mëkatet, thirrja është për një transformim aktiv, të menjëhershëm. Drejtësia sociale nuk duhet të jetë një mendim i dytë. Fiks. Nuk mund të jetë një detyrim ligjor i bezdishëm për biznesin, që e bëjnë sa për të kaluar rregulloret, por duhet të jetë vetë baza nga e cila buron gjithçka tjetër. Dhe dëgjoj, këtu bëhet vërtet interesante për mua, sepse duhet marrim pak kohë të mendojmë për këtë metaforën e lumit. Sa më shumë të analizosh, aq më e thellë bëhet. Është një zgjedhje fjalësh shumë e qëllimshme nga Amosi. Patjetër, sepse mendoni pak për klimën ku jetonte ai. Në lindjen e mesme ka shumë përrenj apo uade, që gjatë verës thahen komplet. Po, bëhen thjesht shtretër të thatë guri. Ose, edhe më keq, ngelen thjesht pellgje me ujë të ndenjur që prishet, mbledh insekte dhe kthehet në burim sëmundjesh. Kto që pyetja ime është, pse Zoti thekson një lum të pandalshëm? Kjo më bën të mendoj se uji i një lumi të pandalshëm nuk është thjesht një ujë i qetë, i bukur. Ai është agresiv në një farë mënyre. Agresiv në pastrimin e tij, po. Ai rrjedh me forcë, gëryen shkëmbinjt dhe merr para çdo mbeturin, çdo pemë të kalbur që i del përpara. Nëse e lidhim me etikën tonë sot, drejtësia sociale nuk mund të jetë një ngjarje bamirësie e izoluar. Nuk mund ta bësh një herë në vit për festa dhe kaq. Ashtu kthehet në atë pellgun e ndenjur që the. Pikërisht, nuk mund të jetë një pellg ku ti nxjerr pak ujë vetëm kur të duhet publiciteti mirë. Ajo duhet të jetë një rrjedhje vazhdueshme, një sistem operativ brenda vetë shoqërisë dhe brenda thelbit korporativave, që pastron vazhdimisht atë korrupsionin, rishfetin dhe praktikat e pandeshme, pa u ndalur kurrë. Kjo ngre një pyetje vërtet të rëndësishme për secilin prej nesh, sepse, shiko, një lum i tillë shoqëror i pandalshëm nuk formohet ashtu nga hiçi. Normalisht, formohet nga burime më të vogla. Fiks. Ai formohet nga miliona pika uji individuale. Pyetja shtrohet, si mund ta përkthejmë këtë thirrje madhështore të Amosit në integritetin ton të përditshëm? Zgjidhja që jep ky tekst thekson se Perëndia nuk dëshiron atë shkatrimin total që paralajmëron. Ai ofron paralajmërimin pikërisht si një ftesë për t'u rikthyer te një zemër e pastër. Pra kërkon pendim të vërtet, jo thjesht ndëshkim. Po. Dhe ky transformim strukturor nis nga ndërgjegjja e individit. Nis nga ai punonjësi i thjesht që refuzon të manipulojë faturat për llogaritë shefit. Nis nga ai menaxheri i mesëm që sigurohet se stafi i tij ka kushte njerëzore pune dhe nuk e tekalon orarin pa pagesë. E deri te CEO i madh që merr vendime duke sakrifikuar pak nga ai marzh maksimal i fitimit në emër të mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve të tij. Kjo ka kuptim, secili luan rolin e vet në krijimin e atij lumi. Ky është uji i pastër që fillon të rrjedh nga poshtë lart. Dhe siç e theksuat me shumë të drejtë pak më parë, kur ky mentalitet kthehet në një sistem bashkëshoqëror, ai bëhet ai lumi i pandalshëm që pastron vetë atë korrupsionin që kishim ngritur ne me duart tona ndër vite. Është vërtet një manual i jashtëzakonshëm etike, nuk gjej fjalë tjetër. Për të mbledhur pak gjithçka që zbërthuem sot, ne pam një farmer të antikitetit nga një fshat i humbur të na diagnostikonte në mënyrë perfekte sëmundjet moderne. Libri i Amosit, pra 28 shekuj më parë, me siguri nuk përmban asnjë kod se si të ndërtojmë smartphone. Jo,
Teknologjia ka ndryshuar, por njeriu jo. Po, sepse ai përmban atë kodin burimor thelbësor se si të ndërtohet një shoqëri e drejtë, një shoqëri që mund të jetësojë vërtet prosperitetin, por pa zgjësuar moralin e saj në këtë proces. Ai na mëson se pasuria, kur ushqehet dhe rritet ekskluzivisht nga padrejtësia, herët avon do të gryejë themelet e vet kombit. Është një ligjësi thuajse fizike e historisë. Dhe mbi të gjitha na kujton një të vërtet therrse. Feja reale, ajo që ka vërtet rëndësi, apo lidhja me Zotin, nuk mund të kufizohet dhe nuk mund të mbohet e mbyllur brenda 4 mureve të një faltoreje, të një kisha xhamie, nëse pastaj në përditshmërinë tënde, kur bën biznes në rrugë, ti ushqesh nga shfrytëzimi më të dobtit. Plotësisht dakord. Jam i bindur që ky mbetet ndoshta apeli më i fortë dhe më universal kundër hipokrizisë. Është një zë që vjen nga historia e lashtë për të audituar pamshirë shoqërinë tonë të tanishme. Dhe dëgjon, ndërsa mbyllim këtë thellim tonin sot, do doja ta lija dëgjuesin të bluante një mendim përfundimtar me veten e vet. Një mendim i cili ndërton mbi ato që mësuam nga këto burime, por na çon ndoshta një hap më tej. Interesante. Çfarë po mendon? Le ta sjellim atë mikun ton nga te koha, do me thënë profetin Amos në kohën e sotme moderne. Le të imagjinojmë sikur ai me atë shikimin e tij të mprert prej një njeriu që ka punuar fizikisht gjithjetën në fushë, të shfaqej sot këtu tek ne për të audituar nga afër etikën tonë ekonomike dhe sidomos rrjetet tona të furnizimit global. Atë që në biznes njihet si supply chain. Fix, supply chain. Ne shkojmë çdo ditë në dyqan dhe blejmë një telefon të gjeneratës së fundit apo blejmë një këmishë tjetër me një çmim jashtëzakonisht të lirë pa e menduar 2 herë. Por çfarë do të thoshte vallë Amosi nëse ai do të gjurmonte rrugëtimin e atyre produkteve nga burimi deri në duart tona? Besoj se nuk do t'i pëlqente ajo që do të shihte. As pak. A do të shihte ai minerale që nxirren nga fëmijët e vegjël në zona konflikti? A do të shihte punëtor të mbyllur në fabrika pas një kusht sigurie, në anën tjetër të oqeanit, thjesht e vetëm që ne këtu të kursejmë disa monedha në ark? Është një realitet mjaft i hidhur i ekonomisë globale. Dhe pyetja e vërtet, ajo që djeg më shumë është, a jemi ne sot ndoshta thellësisht pa vetëdijshëm sepse nuk na pëlqen të mendojmë për këtë, ose thjesht duke mbyllur syt qëllimisht, a jemi ne duke financuar padrejtësinë globale me zgjedhjet tona të vogla të konsumit, ndërkohë që jetojmë të qetë dhe krenohemi pafund me zhvillimin ton civil? Kjo është goditje e fortë dhe një pyetje shumë e drejtë për t'u bërë. Fida, pra, të reflektojmë pak se nga buron në të vërtetë rehatia jonë e përditshme dhe, nëse mundemi, të fillojmë të kanalizojmë pak nga ai lumi i drejtësisë për të cilin flet Amosi që në vendimet tona më bazike të blerjes apo të biznesit. Është një pyetje e vështirë, pa diskutim, por pikërisht nga pyetjet të tilla e dimi mirë që nis edhe ndryshimi i vërtet. Një sfidë shkëlqyer për çdo që po na dëgjon. Kjo ishte e gjitha çfarë kishim përgatitur për sot. Shpresojmë vërtet që ky thellim në mesazhin e Amosit ju ketë ofruar të gjithëve një perspektivë të re dhe ju ftojmë të vazhdoni këtë eksplorim edhe vetë në burimet përkatëse. Ndoshta, e vërteta e lashta ka nevojë thjesht për vesh modern që ta dëgjojë.